Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Presidenti e Kosovës Vjosa Osmani shpërndan kuvendin. Vendimi erdhi pas takimeve me liderët e partive politike në presidencë gjatë paradites, në përputhje me Kushtetutën e Republikës Kosovës dhe legjislacionin në fuqi, si dhe pas pranimit të vendimit të Kuvendit Kosovës lidhur me dështimin e krijimit të qeverisë. Edhe nga mandatari i dytë, presidenti i Republikës Kosovës ka shpërndar legjislaturën e 9 të Republikës Kosovës, thuhet në njoftimin e presidentit të Republikës. Presidenti e Kosovës deklaron se ka vendosur që zgjedhjet e jashtëzakonshme do të mbahen më 28 dhjetor. Vendimi u bë publik gjatë konferencës për media pas takimit me përfaqësuesit e partive politike. Vjosa Osmani argumentoi se si presidente ka për detyrë të jap afatin më të gjatë dhe jo më të shkurtër që të eliminojnë disa nga sfidat e organizimit të shpejtë të zgjedhjeve. Shtetasve që jetojnë jashtë vendit duhet dhënë së paku 15 ditë afat me qëllim të aplikimit dhe regjistrimit për të votuar. Në mesin e gjitha këtyre janë edhe procedurat e nderuese e çka jo tjetër. Pra të gjitha këto e bëjnë praktikisht të pamundshme edhe datën 21 dhjetor, jedhemisht data 28 dhjetor është data që ka vlerësuar se mbetet data e vetme e mundshme, sado që edhe kjo datë paraqet deri diku sfida për KQS-n. Ndër të tjera, ajo shpreu keqardhje që vendi po shkon sërish në zgjedhje parlamentare. Pas shpalljes së datës së zgjedhjeve, kryeministri Albin Kurti e vlerësoi si festa e demokracisë. Ajo bëhet dhe më madhështore, kur ka pjesëmarrje sa më të madhe të qytetarëve tanë me të drejtë vote, shkruan Albin Kurti. Sipas tij, në të njëjtën kohë duhet të sigurohemi që institucionet shtetërore kanë kohën e mjaftueshme për të bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme që procesi zgjedhor të jetë i rregullt, i drejtë dhe demokratik. Ndaj ne mirëpresim caktimin e datës 28 dhjetor nga presidenti e vendit Vjosa Osmani si datën më të përshtatshme për zgjedhjet e parakohshme që po na presin, apelon Albin Kurti. Kryetari i listës Guxo Faton Peci mbron vendimin e presidentes Kosovës Vjosa Osmani për të shkuar në zgjedhjet parakohshme. Sipas tij, me gjithë përpjekjet për të patur një tjetër seancë të jashtëzakonshme për të miratuar disa preligjeve që prekin buxhetet e qytetarëve, nuk pati një marrëveshje mes drejtuesve të partive politike. Nuk kishte dakordim nga shumica e partive politike për me adresu nevojat elementare jetike për kategoritë të ndryshme shoqërore, edhe rrjedhimisht pas mungesës së vullnetit politik të partive opozitare PDK, LDK dhe AAK, presidentja nuk kishte zgjidhje tjetër përveç se të firmos shpërbërjen e Kuvendit të Republikës Kosovës, e që dihet që me automatizëm tashmë shkojmë në zgjedhje. Në lidhje me datën e zgjedhjeve, Faton Peci konfirmon diskutime të hapura ndërmjet datave 21 dhjetor dhe 28 dhjetor. Arsyet janë të thjeshta për shkak se Komisioni Qendror Zgjedhor ende nuk ka certifikuar rezultatin e zgjedhjeve lokale, për shkak nevojës që të kemi koordinim dhe përgatitje më të mirë edhe të Komisionit Qendror Zgjedhor, edhe të partive politike, por njëkohësisht edhe për nevojën e organizimit më të mirë në nivel të ambasadave dhe të konsulatave në vendet e Bashkimit Evropian, po edhe për te Shtetet e Bashkuara të Amerikës, më e favërshmja, më e përshtatshmja është data 28 dhjetor. Kryetari sapo zgjedhur i Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza, në takimin me presidenten Vjosa Osmani propozoi që data e zgjedhjeve të reja parlamentare të jetë 21 dhjetori. Ai fajsoi partinë më të madhe për bllokimin e institucioneve. Arsyet pse data 21, për shkak se ne kemi pas një shtyrje të vazhdueshme, një blokadë në krijimin e institucioneve që bjen kryesisht mbi barën dhe përgjegjësinë e partisë që ka fituar numrin më të madh të votave, dhe vendi ka nevojë që sa më shpejt të ketë institucion. Nuk shkon të njëjtën kohë edhe me kërku urgjencë në krijimin e institucioneve, po me kërku edhe datë sa më të vonshme për me mos zgjedhur, deklaroi Bedri Hamza. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës është kundër propozimit të vetëvendosjes për 28 dhjetorin si datë për zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Sipas Haradinajt, shkak për këtë propozim të partisë më të madhe në pushtet është ardhja e migrantëve. Për Haradinaj, koha më e përshtatshme për të shkuar në zgjedhje është 21 dhjetori ose mesi i muajit janar. Edhe pse një pjesë e tyre në vetëvendosje shpresojnë se ardha e diasporës është në favor të tyre. Jo është herë ashtu, sepse që që dini nëse shkojnë me 28, fakturat e energjisë shkojnë me 26, 27, edhe në do këtë lajmi mirë për qytetarët çmimi i energjisë, pra edhe ata kanë interes 21 dhjetorin, ose eventualisht mesin e janarit. Tani presidentja në diskrecion i ka 10 ditë me shpërnda parlamentit që mund ta shtyjnë pa lejnë në 19 janar. Ishte Ramush Haradinaj.
Lajmi i keq për Kosovën e komentoi kryetari i nismës socialdemokrate. Shpërndarjen e kuvendit, Fatmir Limaj tha se kjo ngjarje tregon pa aftësi, pa pjekuri dhe pa njohuri se si ndërtohet shteti dhe institucionet. Ai fajsoi qeverinë që la punëtorët pa paga dhe që Kosova sot nuk ka buxhet. Mos harroni përgjegjësi kryesor, pse Kosova sot s'ka buxhet, pse sot punëtorët e organizatave buxhetore nuk kanë rroga, po ajo është eta. Të atyre të cilët kanë mundur paktën të ndërtojnë një qeveri të konsenzusit, të ndërtojnë një konsenzus për buxhetin dhe të bëjnë një fazë para kalimtare drejt zgjedhjeve të lira. Dhe këto nuk patën vullnet, nuk patën dëshirë dhe fatkeqësisht jemi ku jemi tani na presin zgjedhjet e lira. Punëtorët e organizatave buxhetore nuk kanë rroga. Faji është tek ta, të atyre që kanë mundur të paktën të ndërtojnë një qeveri të konsensusit, një konsensus për buxhetin dhe të bëjnë një fazë kalimtare drejt zgjedhjeve të lira, dhe këtu nuk patën vullnet e dëshirë dhe na presin zgjedhje të reja, deklaroi Fatmir Limaj. Agron Qalaj është emëruar ushtruesi detyrës si kryeprokurorit të shtetit në Kosovë. Emërimi erdhi pas shkarkimit të Besim Kelmendit nga kjo pozitë. Vendimi u mor në mbledhjen e Këshillit Prokurorial me 5 vota pro, pas propozimit për të futur në rendite shkarkimin e ushtruesit detyrës së prokurorit të shtetit Besim Kelmendit. Ky i fundit dhe 4 anëtarë të tjerë të Këshillit Prokurorial të Kosovës u larguan nga mbledhja. Ata pretendojnë për palishmëri të mbledhjes dhe pa pasoja juridike për askënd. Aktualitet. Kuvendi i Shqipërisë miratoi në parim projekt buxhetin 2026 me vlerë 8.8 miliardë euro si dhe 8 projekt ligjit e paketës fiskale. Seanca maraton zgjati deri në orën 3 të mëngjesit. Të pranishëm në momentin e votimit ishin 112 deputetë dhe 32 deputetë opozitës. Buxheti mori vetëm 83 vota të pro të socialistëve, ndërsa siç pritej opozita votoi kundër. Projektligji për fshirjen, shuarin dhe pagesën e detyrimeve tatimore ndaj administratës tatimore qendrore, detyrimeve të papagueshme në dogana parashikon faljen e rreth 500 milionë euro detyrime dhe gjoba që bizneset i kanë të papaguara deri në 31 dhjetor 2014. Po ashtu lehtëson detyrimet e krijuara në 2015-2024 me kusht që një pjesë e borxhit duhet të paguar brenda vitit 2026. Projektligji për marrëveshjen e paqes fiskale propozon bërën një marrëveshje maksimumi 3 vjeçare me bizneset me xhiro 14 milion lek, duke negociuar fitimin e tyre. Pra, mbi fitimin e deklaruar të një biznesi do të shtohet një marrësh 18% dhe çdo fitim që kalon pragun prej 18% do të tatohet me 5%. Sa i përket ndryshimeve në ligjin aktual të tatimit me vlerën e shtuar, rikthehet kompensimi në bujqësi. Zëvendës kryeministre e Shqipërisë Belinda Balluku ju përgjigj akuzave të opozitës mbi hetimet ndaj saj për tunelin në Llogaras. Ndër të tjera, ajo akuzoi deputetët opozitës se kur SPAK heton nga radhët e socialistëve ngre flamurin e triumfit, ndërsa kur heton Sali Berishën që i fshihet drejtësisë e akuzon atë si të kapur nga Edi Rama. Nuk do prononcohem kurrë për çështjen e nënhetim, pasi ato kanë rrugën e tyre, të cilën do e ndjek me diskrecion të plot, derisa e vërteta të marrë formë të prerë, cila do qoftë ajo. Në respekt të plot të misionit të saj, nuk kam asnjë koment. Për Ballukun, sulmet e opozitës janë një sulm personal për sukseset sipas saj të arritura në qeverisje. Dhe unë personalisht e kam shumë të qartë se jam në një sulm personal që nuk më ka nisur as sot, as ditën që shkova në SPAK, por ka kohë që më ka nisur. Pasi ju nuk e falni as suksesin politik, edhe as njeriu që punon. Madje, ju nuk i falni ata që dallojnë as brenda radhëve tuaja. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Buxheti i vitit të ardhshëm në Maqedoninë e Veriut nuk ndan qartë as mjetet që do të duhet të ishin ndarë për kampusin e Universitetit Nën Tereza. Në të parashikohet qartë ndërtimi i Fakultetit të Shkencave Informatike dhe Inxhinierisë Kompjuterike, si dhe i Fakultetit për Kulturë Fizike, por jo dhe investime shtesme të cilat do të fillonte realizimi i asaj që është premtuar. Qeveria në Shkup miratoi vendimin për ndërtimin e kampusit universitar në Tereza më 3 shtator 2024 me një vlerë prej 34.5 milionë eurosh. Në tetor të këtij viti, zëvendës kryeministri Zet Mexhiti tha se Ministria e Transportit kishte miratuar kalimin e tokës në pronësi të universitetit, me të cilën sipas tij praktikisht fillonte realizimi i projektit. Buxheti për vitin e ardhshëm në Maqedoninë e Veriut zvoglon fondet edhe për Agjencinë e Zbatimit të Gjuhëve. Ky organ do të ketë ardhura prej 5 milion denarësh më pak se sa në vitin 2025. Inspektoriati për zbatimin e gjuhëve tashmë si organ në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë. Edhe pse vazhdimisht ka kërkuar rritje të buxhetit për të shtuar stafet, nuk do ta marrë atë as vitin e ardhshëm. Në 2026 inspektoriati do të ketë 275.000 denar më pak. Rritje të dukshme në buxhet ka Universiteti i Tetovës me 400 milion denar.
Prokurori publik i Republikës Maqedonisë së Veriut reagoi pas thirrjeve të kryeministrit maqedonisë për shkarkim nga detyra. Kreu i akuzës, Ljupço Koçevski, reagoi masat që janë marrë për një nga ngjarjet më të rënda që tronditën vendin, si zjarri në diskotekën Puls në Koçan. Sipas kryeprokurorit, pritet një procedurë transparente dhe dinamike e gjykimit. Koçevski tha se për këtë ngjarje janë përmbushur të gjitha kushtet, janë angazhuar disa prokurorë shtesë në mënyrë që procedura nga Prokuroria Publike të mos vonohet. Ekipi i prokurorëve publik vendosi të zhvillojë një procedurë kundër të gjithë të akuzuarve dhe besoi se kjo është zgjidhja më e përshtatshme, sqaroi për mediat prokurori publik i Republikës Maqedonisë së Veriut, Ljupço Koçevski. Nga zjarri në Koçan humbën jetën 63 persona, shumica prej tyre të rinj, dhe rreth 200 të tjerë mbetën të plagosur. Ministri i Transportit në Maqedoninë e Veriut, Antonio Nikolovski, premton ndërtimin deri në vitin 2028 të autostradës Prilep-Manastir. Përmes rrjeteve sociale ai publikoi video nga ndërtimi. Progresi i fuqishëm në ndërtimin e autostradës Prilep-Manastir po vazhdoi me planin autostradë nga Prilepi deri në Manastir deri në vitin 2028, shkruan zëvendës kryeministri Nikolovski. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.